Qëndrimit nuk i ndrruan veshjen po. Të veshur e rregulluar secili më mirë se tjetri. Gjithçka ishte ripërsëritje e seancës së mesjavës. Epizodi 6 i serialit që nuk po kryhet nisi me vrapjen e një orë tashmë të deputetit dhe kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurtit. Kreu i PDK-s në sallë hyri me qëndrimin që të votojnë kundër. Abdigjiku i heshtër, por me të njëjtin qëndrim. Haradinaj me preferenca për të tjera kandidate. Lima i optimist për zgjidhje, por me votën e tij të njëjtë abstenuese. E deputetja Albulina Haxhiu erdhi prapë me synimin për të bërë krye parlamentare. Dështoi, por edhe njëherë u zëtua se nuk heq dorë. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje me vetë dije se nuk i ka më shumë se 57 vota për Albulina Haxhiun. Hyrja e doli nga seanca e dështuar me të njëjtat qëndrime. Madje nuk e ndërruan as strategjin për media. Fillimisht foli deputeti e Kuran Murati, më pas Mimoza Kusari Lila. Nuk është se mundet të shkoj tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Pas vendimin e gjykatës kushtetuese që e ripërdori për të afajsuar opozitën, e cila nuk po ambështet kandidaten. Kusari Lila shletoi edhe kushtetutën duke dhënë afate për konstituimin e kuvendit. Është e parapar edhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e parapar që të konstituohet kuvendi. Kusari Lila po flet për ninin 66 të kushtetutës, por që nuk përputhet me atë se çka po pretendon ajo. Aty thuhet se kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive, që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Kësaj radhe nga ish partitë opozitare kishte më pak deklarime. Problemi themelor është që këta s'kan shumicë parlamentare, nuk kanë numra, siç thuhet, për ta bërë qeverinë dhe fakti që Albin Kurti s'mundet me qenë kryeminist i ardhshëm i Kosovës, është duke mbajt peng edhe kuvendin edhe institucionet. Nuk mund të bëjmë kompromise për një figurë që për ne është e papranueshme, duke pasur parasysh qasjen e saj ndaj vetë institucionalizmit dhe shtyllave demokratike të Republikës Kosovës. Unë po mendoj që nuk ka kurkush ndaj strategji ose ndaj taktik, po veç jemi mirë çështu kjo të shku në rrjedhën e vet. Njëra prej pyetjeve që u ngrit nga gazetarët ishte mundësia që presidentja të ftojë ndonjë takim për konsultime ose të japë ndonjë sugjerim, por që nuk u komentua nga parafolësit. Në një përgjigje për televizionin Dukaxhini nga presidenca, thuhet se Osmani u ka ofruar partive mundësitë për takime, duke shprehur gatishmërinë e plotë që kurdo që ata shohin të nevojshme, ajo mund t'i presë për konsultime, por që deri më tani asnjë nga partitë nuk ka kërkuar involvimin e presidentes. Seanca 7 për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit nis të dielën nga ora 10 në mëngjes.